Jeni me programin Evropa tani në Kosovë. Të nderuar dëgjues, mirë se erdhët në edicionin tonë të ri që i kushtohet ditës së Evropës që shënohet me 9 maj. Ne sot ndihemi si evropian në Prishtinë. Prishtina ndoshta nuk duket si një qytet evropian për shkak të kaosit urbanistik, megjithatë kisha me thënë se të rinj qytetarët nuk dallojnë fare nga qytetarët e qendrave apo kryeqendrave të tjera evropiane. Ishin këto vetëm disa nga thekset e rëndësishme të këtij programi. Vazhdoni të qëndroni me ne edhe në vit të tij. Më 9 maj në qendër të Prishtinës ka mbizotruar atmosferë festive ku dominonin ngjarjet kulturore dhe sportive. Programi si vjetëm i shënimit të ditës së Evropës kryesisht përbëj nga promovimet kulturore dhe ndeshjet sportive. Në qendër të vëmendjes edhe si vjet ishin fëmijët. Për ta në një koncert të veçantë u shfaq edhe asambli i fëmijëve Xizellonjat. Njëra nga nëna që i solli fëmijët shprehej të kënaqur me programin si dhe me materialin informativ për Evropën dhe Bashkimin Evropian që ishte në dispozicion të gjithë të interesuarve. Unë si non dola, me mëngjes me fëmijët, me pa çfarë organizime ka për ditën e Evropës edhe që fëmijët të kenë sa më shumë mundësi të njihen me Evropën. Sepse është shumë ma e thjeshtë, me ju tregu fëmijëve kur ata veç janë të pa diçka. I prunëm këtu në këtë shfaqje, edhe shfaqja qenë ka shumë e mirë, për i shoh që fëmijët po kënaqen. Në qendrën informative dhe kulturore të BE-s në Prishtinë, artistët e rinj dhe të talentuar kishin mundësi të prezantojnë punimet e tyre për publikun më të gjerë, siç ishte rasti me Astrid Ismailin. Është hera e parë që Bashkimi Evropian ma ka jap këtë shansë. Unë menoj që është nevojshme jo veç Bashkimi Evropian, po krejt organizatat, me pas një theks të veçantë për artistat edhe për artin, se unë menoj që përmes artit ti mundesh me reprezentu mas mirë një këmbë dhe një shtet. Për shkak që nuk është gjithmonë veç gjuha politike ka njëherë në jetën tonë ndodhin edhe shumë gjëra tjera. I dërguari i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, ka thënë me rastin e shënimit të ditës së Evropës se prania evropiane në Kosovë gjithnjë synon që t'i përshtatet Kosovës dhe zhvillimeve të reja. And when we are building something new, we are also opening spaces of the old one. Me ndërtimin e objekteve të reja, ne gjithmonë mes tjera shkrijojmë dhe e lirojmë hapësirën edhe në objekte të vjetra. Për shembull, në Vjeshtë, së bashku me autoritetet kosovare, do ta përfundojmë ndërtimin e Pallatit të Drejtësisë. Kur një pjesë e stafit të EULEX-it ka lënë atje, njëkohësisht do të lirohet hapësira e dobishme këtu në qytet. Si kryeqytet, Prishtina ishte ndër nikoqirët kryesor të shënimit të ditës së Evropës. Kryetari i saj, Shpend Ahmeti, thotë se edhe në këtë ditë duhet rikujtuar se para Kosovës gjenden sfida të shumta në rrugtimin e saj drejt Evropës. Mendoj se tashmë e kemi kuptuar dhe po e kuptojmë si shoqëri se integrimi evropian nuk është thjesht kalimi i ligjeve, por është po ashtu edhe implementim që me të vërtetë të jemi një shtet evropian. Ahmeti shton se përkundër kësaj, qytetarët e Kosovës nuk kanë arsye të mos ndjehen pjesë e përbashkët e kontinentit evropian. Ne sot ndihemi si evropian në Prishtinë. Prishtina ndoshta nuk duket si një qytet evropian për shkak të kaosit urbanistik, megjithatë kisha me thënë se të rinj qytetarët nuk dallojnë fare nga qytetarët e qendrave apo kryeqendrave të tjera evropiane. Edhe pse qëllimi i tyre me rastin e ditës së Evropës ishte në radhë të paraargëtimi, me këndimin e tyre Xizellonjat e vogla sikur e mbështetnin kryetarin e Prishtinës duke performuar edhe në gjuhën angleze.
Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra për këtë edicion. Mikpritësit e juaj ishin Violeta Hyseni dhe Ismet Hajdari. Vazhdoni të jeni me ne edhe javën tjetër. Mirëmbëjtje.